fakt, kjo plan paqe është plani paqes i Trumpit, pra është deklaracioni i zotit Trump, e cili ky plan që në fillimin që në ditën e parë që ka thënë Trumpi ka prezantuar pra 20 pikat, qoftë nga Izraeli dhe qeveria e Izraelit, por qoftë edhe nga Hamasi, nuk ka pas asnjë fije pëlqim, por vetë Rusnia dhe forca e Trumpit ka bërë të dy anët të pranojnë. Atë dhe si rezultat mos funksionimi i kësaj marrëveshje, sepse të dy në luftë është Izraeli me Hamasin, por asnjëri nga këto anë nuk janë në tavolinë, edhe pse përmes diplomatëve kanë vazhduar negociata mes të dyre, kur finalisht u firmos kjo nga 4 shtetet, nga zoti Trump dhe 3 shtetet që janë garantorët e çurisë së këtij plan projektit të Trumpit. As Hamasi, as Izraeli nuk isha që pra është, duke e pas vëmendjen, lindja e mesme, duke që Trumpi ka futur një pauzë, për të hequr vëmendjen e mbar botës nga ky problem, sepse vetë 20 pikat asaj janë të papranueshme automatikisht nga Izraeli, sepse Izraeli ata tokat ku ka hyrë deri atje të kthehet mbrapa është pa mundur në 80 vitet e tij historikisht, ku është futur nuk është kjo më mbrapa. E para, e dyta, edhe nga Hamas, do lej armë të gjitha dhe do i dorëzoj Izraelit, pra dhe kjo është e papranueshme nga Hamas. Pra ka qenë një plan, si me thënë Lena, ka bëja djela e zotit Rama, e ministri e zotit Rama, ka bëja ka 2-3 fjalët e ka shkuar, realisht nuk pranohet. Kurse të dhënat e fundit janë që me pretekstin që gjoja e 20 e sa kufomat, pra viktimat e vdekur nga pengjet, nga 7 tetori, ato nuk janë kthyer mbrapa dhe unë me sa shoh dhe me sa e di, të dhënat e kësaj lloj marrëveshje dhe është e pamundur që të gjinen ato viktimat, sepse sidomos në shqiptarët e dim shumë mirë që kemi 20 e sa mijë të humbur, në luftë që ai ka vrarë serbët dhe si kemi gjetë, mas 30 vite dhe mas 20 e sa viteve, edhe atje në gjithë ato bombardime që janë hedhur mbi 90 bomba atomike me peshën, 90 bomba atomike në mos gaboj në Gaza të gjinen viktimat, kjo le shumë për të dëshiruar, por kjo tregon që sinqeriteti i Izraelit dhe i Hamasit nuk është për një realizim të tillë, edhe pse plan paqja e Trumpit, është jo reale dhe është shumë out dhe në fakt është themi që është e Trumpit, por është edhe e Bidenit. Kurse të dhënat e fundit Gonxhe ka viktima, ka ashtu Izraeli preteksti është që kanë kaluar vijën e fuqe, vijën e verë, janë të gjithë pretekste, por në një vend ku nuk ka taban realisht për një plan paqe, me përqimin e të dy anëve, unë shoh që nuk do të kemi një rritje, një ulje tensione. Mirë, po është rifilluar përsëri pushimi atje Sokol, pas një valje sulme shajrore, ku pra janë raportuar 26 të vdekur në Gaza. Ushtria e Izraelit ka njoftuar se pushimi është rivendosur dhe ndihmat humanitare për Gazën do të fillojnë përsëri. Pra, si pas ushtrisë izraelite, po bazohem në atë që kanë deklaruar ata, sulmet ajrore u kryen pasi militant palestinez godetën me raketa antitank dhe armë zjarri trupat izraelit, duke lënë 2 persona, pra 2 ushtarë të vdekur. Dhe kjo ka qenë kundër poziciave menjashme e Izraelit. Po, Gonxhe, kemi të dhëna të tjera, por në gjendje të tjera, nuk janë të besueshme as prononcimet e Izraelit, as prononcimet e Hamasit, sepse dje du të parë, në fushë të dy luftojnë për të qenë më të zotët në zonën e vetë, e para. E dyta është që edhe ajo porta që lidhë ndihma, nga Egjipti për në Gaza, dhe ajo nuk është hapur dhe nuk do të hapet, por armëpushimi nëse shkelet një herë, armëpushimi ku deri tani të paktën kemi 48 herë realisht të konfirmuar nga Kombet e Bashkuar që është kthyer kjo marrëveshje, pra për një javë 40 herë është kthyer marrëveshje, a e ka thyer Hamasi apo Izraeli, nuk është e rëndësishme, është e rëndësishme që kjo pikë planit nuk është, kjo pikë paqet nuk është e bazuar në themelet që do të tregojnë ose do të kemi një paqe të qëndrueshme. Viktimat ende vazhdojnë, atje, dhe problematika është që nëse ikë vëretja, ikë vëmendja e bashkimit Europian, atëherë ne do kthehemi prapë si kur ishim para 2-3 javë, por nëse
Bashkimi Evropian, pra shtetet e Europës do të jenë, do të thënë, mbi kokën e këtij plan të paqe, atëherë mund të kemi, do të thënë, ngadalë, ndoshta kemi filluar rrugën për të ecur drejt një paqe, po jo se kemi filluar në rrugën e paqes. Çakmaku, ju keni thënë që do donit për pak besoni që kjo marrëveshje do të funksiononte dhe ashtu doli. Pra vetëm për pak një kohë të shkurtër mbi 40 herë është shkelur marrëveshja në mes të Hamasit dhe Izraelit. Që është pak problematike për shkak se çdo marrëveshje për anë pushim me Izraelin është një marrëveshje asimetrike, që i bjen në një farë forme një marrëveshje njëanshme, ku Izraeli e shfrytëzon në mënyrë më brutale, me arsyetime më banale, kënd se ka pas provokime dhe gjitha ato, edhe nuk bart asnjë pasojë soi përket veprimeve të cilat i ndërmerr. Po ju e besoni plotësisht që Hamasi me të vërtetë nuk ka bërë ndonjë provokim apo nuk ka goditur me antitank? Që mas pari nuk ka konfirmim për asnjë organizmi. Po bazom në atë që ajo është deklarata e IDF-it të cilat kanë deklaruar se i kanë vrarë 2 ushtarë dhe 3 janë të plagosur, mirë po verifikim të pamvarur nuk ka, mirë po edhe nëse ekziston si e tillë, problematika është për shkak se Izraeli me do proxy organizma të cilat i ka armatosur, veçanërisht ato grupet Shabab të cilat me të vërtet kanë keqpërdorur edhe ndihmat edhe gjitha ato, edhe Izraeli prezantonte se që Hamasi është duke i marrën ato ndihmat të cilat po janë për popullat, edhe ata pretenduan që në një moment të caktuar forca aty në grupimeve të cilat i krijoi Izraeli do të jenë aq të fuqishme që do ta bi në dyshim fuqinë e Hamasit edhe mbikëqyrjen e Gazës. Hamasi u kundërpërgjigj këtyre veprimeve, edhe në një periudhë shumë të shkurt kohore faktikisht gati se i eliminoi, edhe Izraeli me pamjen se do të eliminohen plotësisht ato grupe të cilat ajo i armatosi, i financoi dhe e pat një logjistikë ekstreme ndaj tyre, ndërhyri në këtë rast edhe pati ballafaqim në mes të Hamasit edhe aty në forcave izraelite. Prandaj, ne e dim që edhe para këtij rasti, Izraeli 37 herë e prishi anëpushimin. Prej aty në i patëm 33 viktima edhe 143 civil të plagosur. Prandaj, të pretendohet edhe kjo është një metodë të cilën me të vërtet Izraeli e përdor, për shkak se i kemi deklaratat e Norman Finkelsteinit edhe Gideon Levit, të cilët e kanë prezantuar që Izraeli në armëpushimet e veta e shfrytëzon për shkak se e din që pasoja saj përket edhe veprimeve të veta nuk do të bartë, prandaj e shfrytëzon në mënyrë ekstreme, ndërsa pala palestineze duhet dhe mos të i nënshtrohet çdo veprimi arsyeshëm në shumicën e rasteve. Zotri Gashi është presidenti Trump, i cili ka deklaruar se anëpushimi që ai ndërmjetësoi është ende në fuqi dhe se udhëheqja e Hamasit mund të mos ketë qenë e përfshirë në sulmet e fundit. Pra, besohet që të ketë grupacione të tjera, cilët nuk po lejohet që ky anëpushim të qëndrojë. Ky anëpushim, deshën apo s'deshën, palët e involvuar në konflikt, ai ka me qëndru, sepse ka mu imponu prej forcave që garantojnë atë, dhe në këtë rast janë Turqia, Egjipti, Arabia Saudite, Jordania ka interes, Katari, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është krejtësisht normale që lufta, siç ka ndodhur aty, ajo ngjall emocione, por ne duhet të shmangemi emocionet kur bëjmë analizë për atë vend atje dhe për situatën reale siç është aty. Me këtë dua të them, ta shmangosh këtë konflikt nga interesat gjeopolitike, gjeostrategjike dhe politikat rajonale të forcave që janë të involvuar aty, është absurditet. Pra ne duhet të analizojmë realisht situatën në terren atë si është, dhe duhet të parë se cilët janë palët e përfshira, cilat janë synimet e tyre.
është e paimagjinueshme në një pushtet të Hamasit me pas një gjyqtar hebrej i cili e dënon një arab. Siç ndodh për shembull në Izrael, ku e ke një gjyqtar arab i cili mund ta dënojë edhe Netanyahun, edhe presidentin e Izraelit. Pra, po flasim për dy botë ndryshme, për një luftë të hapur qytetninëve në të cilën emocionet janë tepër të mëdha dhe është krejtësisht e natyrshme që këto paragjykime, qofshin ato kundër Izraelit apo kundër arabëve, se unë nuk i quaj këto do ta them, për shkak të aspektit shkencor nuk mund t'i quaj palestinezë, nuk janë palestinezë ata, nuk janë, ata jetojnë në tokën e Palestinës, që është quaj po palestinezë këto janë arab, popull arab është. Dhe këtë do ta themi qartë. Zgjidhja, siç është pretenduar, zgjidhja me dy shtete, e cila do të realizohet sipas planit që është ofruar nga Ehud Olmert para se të vijë Hamasi në pushtet, ajo ka përfunduar se si do të zgjidhet problemi mes hebrejve dhe arabëve për shtetin e 22 arab i cili pretendohet ndërtohet në atë rajon, kjo pritet shihet. Megjithatë, unë nuk pres që Gaza, do të rripi i Gazës, të jetë pjesë e atij shtetit të arshëm palestinez që do të ndërtohet në bregun perëndimor në një pjesë shumë më të vogël se sa që sot e zotrojnë arabët. Kjo është ajo që e pres nga dokumentet zyrtare që i shoh këtu dhe cilat i konsultoj për çdo ditë, pra jashtë emocioneve. Po flas për dokumente zyrtare që nuk kanë qafë në përgjithëkon publik, po realiteti është ky. Në Gaza do të ketë një forcë ndërkombëtare. Kjo forcë ndërkombëtare do ta përfshijë Turqinë, do ta përfshijë Katarin, do ta përfshijë Arabinë Saudite, Egjiptin, Amerikanët dhe ndoshta edhe ndonjë vend evropian siç është Franca apo Britania e Madhe. Arsyet. A do të mundën që këto fuqi të garantojnë një paqe të qëndrueshme në Gaza, sepse po duket shumë e paarritshme në këtë moment. Kjo paqe do të arrihet, qoftë edhe me kostën e viktimave të mëdha. Këtë po e them. Po a nuk kishte kostot e viktima të mëdha mjaftueshëm gjatë këtyre kohëve? Njerëz nuk shifet, geopolitika nuk ka emocion, geostrategjia s'ka emocion, ajo është zbatohet. Këto janë forca, kjo është politike superfuqive. Po që shkërkohet mos ketë emocion nga një popull i cili ka provuar luftën në lëkurën e tyre dhe kush ma mirë se ne e denë se si është të jesh viktim. Po dua ta tregoj vetëm një gjë. Po bashkë për atë arsye që kemi qenë viktim, na duhet ta dimë që drejtësia është fjalë, e cila mjerë ai i cili ka nevojë mu da drejtësi nga dikush tjetër për te. Ama Arbër, e kem bre pak problem Arbër, për shkak se ne njerëzimi faktikisht pu hjek dorë kaq let për një Izrael, pu hjek dorë prej bazamentit të cilin e ka kriju me aq viktima dhe aq mund, e që të ketë vlera njerëzore. Prandaj është pak problematike që ne kaq let, si që tha dhe Gonxha, që ne ta pranojmë që politika, geopolitika të qenë ka aq eftoft që mos të merë parasysh asë një moment vujtjet njerëzore. Une jom i bindun që Izraeli nuk do të pranoj, për shkak se ne dim që Yitzhak Rabini është vrarë në momentin kur ka desh të krijoj ato dy shtetësinë. Benjamin Netanyahu ka ardhur mu në premtimin se edhe Gaza, edhe bregu perëndimor, apo gjithë palestinezët në mënyrë automatike nuk do të kenë asnjë mundësi që të kenë administrim betanak. Prandaj, këto marrëveshjet të cilat në ndërkohë lindin, mund me prodhu vetëm dy elemente, ose 1961-ën, kur Kennedy është vra, edhe atëherë njësoj, Kennedy e ka prononcu edhe e ka proklamu që do të kryon dy shtete, edhe Yitzhak Rabini i cili është vra në 95-ën. Pra ndaj unë jom i bindun që krejt këto intenca ndërkombëtare që binë, pa e ndryshu mentalitetin izraelit, nuk ka mundësi të arrijet paqja. Fatmirësisht është dhoni korniz e cila po do këtë që faktorin ndërkombëtar ma në fund është i vendosun që të kryon dy shtete.
për masa asaj, ose Gaza në kuadër të Izraelit nuk ka me të përqesh, vetëm pak nëse me janë. Po të lutem. Shefe, unë e kuptoj emocionin. është i kuptushëm, jo veç i kuptushëm, po e ndjej me shpirt. Megjithatë, ti duhet ta kuptosh edhe besoj që e kupton, se nuk je i pashkollum këtë drejtim, duhet ta them vetëm një gjë. Gjeopolitika realisht është kaq e ftohtë. Gjeostrategjitë e vendeve janë realisht kaq të ftohta. Ato kanë vetëm interesa, që duhet ta kuptojmë. Kjo është baza e politikës ndërkombëtare. Pavarësisht aktiviteteve që i kemi pa duke u zhvillu viteve të fundit, pavarësisht aktiviteteve që i shohim duke u zhvillu edhe në raport kinë mendimat humanitare dhe popullsisë civile, ne duhet ta kuptojmë që mos ja dhosh Zoti, edhe duhet ta bëjmë një lutje, mos ja dhosh Zoti asnjë populli me u gjetë në atë pozitë kur varet prej ndihmave humanitare. Pra, politikat duhet bëj asnjësoj që kur mos më bë pjesë e pazareve të huaja. Dhe në këtë rast, për fatin e këtë shtati populli aty, i gjithaj ekspanzion që ka ndodhur dikur përmes islamit, përmes zhvillimeve që kanë ndodhur historike, ato sot ndodhen në një pikë ku po rikthehet një pushtet i cili dallon prej pushtetit autokrat vendeve arabe. Këtë deshta ta them. Ti duhet ta kuptosh, edhe besoj që e kupton mirë, unë më dëshirë do të kisha jetuar në një Izrael ku ka gjykatës, se sa te Hamasi ku pa gjykatës të vrasin. Mo, shqoqë që unë e kuptoj që pretendimit tonë që me të vërtet Izraeli ka gjykatës. Mirë po ne e dim që momentalisht në burgjet izraelite janë 15.000 qytetarë palestines të cilët janë në mbajtje pa asnjë vendim, as të gjykatave, as... Në e kuptoj që Izraeli, Izraeli në raport me hebreje është në kuadër të normave. Mirë po ajo është apartheid. Po ta jap një shembull. 700.000 shqiptarë të Kosovës janë trajtu prej 81 të vitin 1990 përmes durrëve të policisë jugoslave. A është e vërtet? E vërtet. A e din sa milion vite burg kanë hangë shqiptarët e Kosovës? Shumë. Sot gjeneratat e sotme, gjeneratat e reja bashkëfare nuk ju intereson për atë punë. Edhe nuk janë falenderues për ato që kanë bata. Po ama është një problematike për çka nuk i intereson, për shkak se në tekstet shkollore, tekstet historike tona, është e fshime ajo histori, edhe nuk përmendet askund. Prandaj... Nëse më lejon vetëm pak, se ne kemi të njëjtin synim se perceptimi për drejtësinë të gjithë shqiptarët, të gjitha racat është i ndryshëm, po te ne është i njëjtë. Ajo çka ne perceptojmë për drejtësinë është këtë rregull sepse jemi unik aty. Nuk kemi aty dallime. Ne kemi një dallim, si e shohim konfliktin atje dhe çush është zgjidhja, cila do të ishte zgjidhja më e mirë. Unë kam thonë gjatë gjitha viteve që nuk kam pa politikë të mençur nga ana e arabëve në raport me interesat gjeopolitike, gjeostrategjike dhe forcën ushtarake e cila i rrethon. Mirë, sepse kemi dhe po. Njëjtën gjë nuk e shoh as te ne. Unë po ta them edhe te ne kemi deficitet jashtëzakonshme këtë drejtim e këto janë deficite profesionale. Sepse kemi dhe brahën direkte. Po, unë kërkoj ndjes që bora pak ku edhe brahës, po e kemi liu brahën emisione tjera me fol pak më shumë. Desha të them që deficitet profesionale në këndvështrim janë ato që shkaktojnë viktimat më. Ne duhet kemi emocion aty ku është për ta pasur emocionin, po në raste të tilla duhet të ulemi edhe me gjak ftohtë të mendojmë realisht se si duhet realizohen zgjidhjet. Sokol, sepse ti. Gonxha, në fakt atë që e tha zoti Gashi, po duhet kemi emocione sepse vdesin njerëzit e para. E dyta këtë duhet ta shohim, ta analizojmë pa emocione. Me thënë kështu jam me te, por mëse pas emocione është e pamundur kur vritën fëmijë tjetër. E dyta, Izraeli ka drejtësi, ka gjyqtar, kjo le shumë për të dëshiruar se një vend që bën gjenocid të haptas, që gjithë qeveria e tij me mira ushtarët e tij tashmë kërkohen nga gjykata penale në kombëtar për krime kundër njerëzimit, për barbarizma dhe që po lën njerëzit e vdesin për i botë ujë kafshat buk, drejtësia këtu le për të dëshiruar. Kurse për atë që tha zoti Gashi që me vërtet që Gaza nuk do të jetë pjesë e një shteti të Palestinës, po në fakt flitet në për shumë vende, por jo të nga burime zyrtare që
Izraeli do hidhte bomba atomike në Gaza tani dhe për këtë arsye Hamasi u detyrua të pranonte planin e Trumpit, se do të eliminonte krejt dhe tashmë Gaza ka hikur. Nëse shifni na dijen atje Gonxhe, via bardhe, verdha e kuqja, Izraeli që kur është themeluar, ku ka hecër para nuk është kthyer më mrapa, edhe pse ndoshta mund të analizojmë apo mund të mendojmë krejt ndryshe, ka mendime të ndryshme dhe kjo është normale, qëllimi i Izraelit është për të marrë të gjitha të rivierën e Gazës dhe tashmë ja ka arritur atë. Ose do t'i vrasin të gjithë njerëzit, ose do t'i lënë të hikun në për vende të tjera. Dhe kjo është realiteti. Dhe për shtetet garantore që tha do t'i gashi, unë jam totalisht i një mendimi tjetër, sepse atje nuk është garantor. As Turqia, as Egypti, as Arabia Saudite, as Katari. Dhe më thonë të bëhet fjalë që do të jenë, por nuk janë, sepse nëse janë atë garantore, pra nëse janë disa vende garantore për të garantua paqe në një vend, dhe që atë vite së kanë vdek 100 e sa vetë nga ushtarët Izraelit, nga sulmet izraelite, pa asnjë pretekst vetëm me prallat e Izraelit, atëherë kush është garantor? Do më thonë, garantorin e dim ne, erdhi NATO-ja në Kosovë, edhe u bë garantor. Na vrau kush neve në Kosovë, nuk na vrau kush. Pse vazhdojmë sot ende në ashtu faza e parë e dytë e tretë? Do të thonë ta janë tridhime nga ana gjeostrategjike, arbëri ka totalisht të drejtë, nuk ka ndjenja atje, arabët dhe gjithë popujt musliman. Do të thonë në Tojza nuk ka popull musliman, por shtetet që gjëra kanë me mallsi muslimane, qoftë edhe Turqia brenda, sipas meje, nuk kanë asnjë projekcion jo për të ardhmen e largët, por as për nesër pas nesër, as nga ana geostrategjike, as nga ana e rajonit, dhe as për të shuar ata vatra që po bëhen krime kundra njerëzimit. Pra as Turqia, as Egypti, as Katari, që kjo e ta janë ashtu. Aty do të bëhet si të thonë ajo, kurse me pa nga ana Hamasi nuk është as i prikshëm sa thotë zoti Gashi. Hamasi është një organizatë politike që ka lind për aty nga vendi vet, është quajtur nga perëndimi në Thojza, është quajtur terroriste dhe ashtu emërohet edhe sot, por nga kjo Amerikë, do më thënë dim që edhe neve... Sa ka gjasa që të bëhet qarmatosja e Hamasit, të krijojë qeveria e ardhshme e Gazës dhe formimi një force ndërkombëtare për stabilitet, a janë çështje të afërta apo jo, sepse i përkasin pikërisht si planit të paqes të Trumpit? Është problematike faza e dytë. Janë të afërta ato, sepse për të shkuar një paqërues në Gazë, më thonë do të më kanë vendimi i Kombeve të Bashkuara dhe jo vendimi i zotit Trump apo i Erdoganit apo i Anglisë apo aty. Do të më kanë vendimi atje. Dhe atje nuk ka vendim. Dhe sikur të shkojnë atje, do të thonë të njëjtën paqërues që kemi edhe në Beirut anë ne. Këtena çfarë bën Izraeli para 6 muajve? A shkoi e hyr atje të gjitha zonat dhe të francezëve, të italianëve nuk se kush gjene me hap gojë. Pra, sepse me drejt fundit, ata i dua mendimet përfundimtare, vetëm ta përfundon Sokoli dhe pastaj nga një mendim përfundimtar nga. Po, dhe ajo mund të bëhet vetëm me një paqërues nga Kombet e Bashkuara, pra që tjera atje, por me sa duket Kombet e Bashkuara do të japin një vendim të tillë, një rezolutë të tillë, sot për sot të paktën ato diplomatët që janë në Kombet e Bashkuara që këto ditë e fundit kanë arritur të komunikojnë me ta, thotë as që bëhet fjalë që të kemi një ashtu ndoshta pas vitit të ri, por domethënë deri për vitin 2 muaj, 3 muaj nuk kemi. Besoni që do të ketë progres kjo marrëveshje për paqe? Me Izraelin është problematike, me qeverinë e Netanyahu është problematike. Ata kërkojnë imponim. Imponimi në këtë fazë në të cilën janë realizimi i planit të Trumpit është e pamundun, për shkak se prezenca edhe forcave të cilat mund të kenë një lloj ndikimi në rrethonat e Gazës, ajo planifikohet tek në fazën e tretë, ndërsa kjo fazë do të zgjat pa kufi, për shkak se Izraeli realisht tash e posedon 58% të Gazës, në të cilën realisht ka bosh përngulje masive, ka vendos ushtrinë e vetë, edhe si pas gjitha parametrave nuk shihet se ajo do të ketë mundësi të tërhiqet prej vijës së verë, të kalon në vijën e kuqe apo në atë tampon zonë. Prandaj ne shohim që pa një trysni, pa një veprim konkret, ndërkombëtar, Izraeli do të mbajë 58% të Gazës, do të ashtyj popullin palestinez në atë rripin e ngushtë në të cilin e ka vendosur tash, edhe ajo do të jetë një periudhë kohore deri sa të
filloj një konflikt në barë në lindjen e mesme i cili do të ashduk Izraelin. Mirë, Arbër? Unë desha vetëm t'ja kujtoj Zotit Braha se Kombet e Bashkuara nuk zgjidhin asnjë problem, nuk kanë zgjidhur as problemin të Kosovës. Të duhet ta kuptosh. Japin vendimin, e di, jam totalisht japin një vendim, pra një rezolut që bazë saj të shkuar. Zoti Braha, unë du të shmang emocionet kur bisedoj sepse publiku ka interes që ta kuptoj vërtet çka është thelbi i problemit. Dhe në këtë rast nuk i shoh Kombet e Bashkuara si një sepse instrumenti ju mungon. Nuk kanë instrument me cilin do ta zgjidhin këtë problem. Intervenimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshirja e Katarit, e Mbretërisë Arabe, përfshirja e Egjiptit, përfshirja e Turqisë, përfshirja e Jordanisë japin shpresë. Megjithatë, të gjitha këto shtete arabe që i përmenda dhe Turqia, asnjë fije shpresë nuk ka. Nëse më lejon, nuk kanë forcën për të dhënë shpresë. Më lejo të flas. Këto shtete kanë interesat e tyre rajonale. Po flas për interesat rajonale të cilat i kanë. Dhe ato janë të gatshme, po shihet që janë të gatshme të bëjnë tregti me interesat e tyre. Dhe ekzistojnë 21 shtete arabe aty. Dhe unë sapo e shoh zgjidhja ka me shku në drejtim që pushtetet autokrate si në Egjipt, në Arabinë Saudite, në Katar dhe ku do tjetër që është pjesë e kulturës tyre, do të beten të pacenuara me gjitha territoret të cilat deri më sot i kanë aspiruar do të që i kanë dashur t'i kenë brenda këtij areali ku është bregu perëndimor edhe Gaza, ato do të beshin diskutueshme se cila pjesë do të takoj kujt. Unë nuk e shoh Gazën si pjesë të një shteti palestinez, por nuk e shoh gjithashtu edhe bregun perëndimor të tillë çfarë parashikojnë dhe planifikojnë arabët që të jetë i tëri përfshirë dhe Jerusalimin lindor si pjesë e një shteti palestinez. Sepse jemi krejt fund, lutem Gashi, pakës më i shkurt lutem shumë, për shkak të hapësirës. Desha vetëm them që ne lutemi të gjithë që ajo popullsi civile të ketë sa më pak probleme dhe secili prej nesh e ndjen shpirt se çfarë do të thotë kur shef viktima të tilla të luftës. Megjithatë, kjo është gjeopolitika e madhe, geostrategjia e cila nuk ka mëshirë për njerëz. Shkurt, Brahaj, nëse ke diçka për t'i thënë Gashit, vetëm shkurt lutem. Po, edhe unë në atë urimet e Gashit jam, inshallah nuk kemi vdekje ma fëmijë, gra, 7 zona, dhe më thënë nuk vdesin njerëz për një gotë ujë, por kë plan dhe aplikacioni i këtij planit, unë nuk e shoh si që shifte Gashi, sepse të shtetet muslimane në thojza dhe Turqia nuk e kanë forcën se gjitha paguajnë haraq për të mbrojtur qeveritë e tyre në vendet e veta, pra që kjo le për të dëshiruar, por të paktën nëse do kemi viktima, kjo është suksesi i Trumpit, dhe jo e askujt tjetër. Ashtu shpresojmë të ndodhë dhe besoj që do të takohemi përsëri edhe gjatë ditëve vijuse për të përcjellur nga afër çështjen dhe zhvillimet e fundit që na vijnë nga lindja e mesme.